duke e bërë këtë gjë shumë me pasion, me sa kuptohet, je offline, je jashtë mode, je ku po pak rëndësi ka unë ndihem mirë. Kur unë ndihem mirë me veten time dhe jam i ndërgjegjshëm, Ajo është më intereson në fund shumë. ditës. Ajo është rëndësishme. Çfarë mendojnë apo thon njerëzit? Unë e bëj çdo gjë që bëj e bëj me gjithë shpirt. Dhe për mua rëndësi ka kur jam vetvetja, si tek ju në program, si në kafe, si në skenë. Unë ky jam. Ky kam qenë dhe për fatin tim të keq apo të mirë, ky jam. Që kesh për të vlerësuar po që të për fatin tënd dhe për fatin atyre që të rrethojnë të mirë, sepse jetojmë një kohë të çuditshme që këto vlera avash kanë filluar me u sfumu edhe tash i gjejmë pikatore njerëzit për shembull që janë profesionistë në profesione vet dhe e bëjnë me pasion duke mos menu sa do fitoj mrapa dhe nëse s'fitoj X lekë unë se bëj fare, po them. Mendosh se ne jemi një treg shumë i vogël, edhe ka shumë shkopi në rrota, si i thon. Imagjino tregjet si puna e Amerikës që është komplet biznes, domethënë atje je gjithmonë i drejtuar nga dikush tjetër, gjithmonë janë gjërat me plan, gjithmonë janë njerëzit, domethënë që grinden artistët njëri me tjetrin se kush kap majat, se tjerë. Domethënë në Shqipëri akoma nuk jemi akoma në një fazë fillestare për sa i përket biznesit të artit. Ndoshta jemi edhe vend i vogël, por kaq për këtë është.